po? Jo, ta më puna aty me. Po, unë e gjithmonë edhe, për shembull, dasmorëve, ja u tregoj një metodë, i thëmë dosma, unë e krahasoj me iftarin. Do më thonë, momentin ti që shkon me hongër dikon iftar, ata mas parti kanë me t'i pru dohur me një supë, do më thonë salat, diçka të leta në fillim, derisa të vjen është, në fund, nështë ati ngihesh derisa të vjen te mishi. Kështu që dosma du të me fillu njëherë me do kanë të leta, nuk mundut mja fillu dosma me njëherë me më i dashnia jeme e gjallë. Ka dhe dosma një farenje, do tradita e kështu. Po në menoj që gjithë se cili këngëtar punon mu identifiku si muzicient. Edhe tash për shembull, une e kom kriju një stil temin, kënoj për shembull prej baladav, tallava, këngë të vjetra, edhe momentin që mu më thirr një qift, se une nuk i thirri ata. Për shembull, asnjoni prej neve na nuk i thirrim dasmort. Ata kur na thirrin neve, na rezervojnë për stilin që na e kem. Tash edhe na është pak zër, bim një pozitë keqe për shembull se unë prej Deçanit, me shku në Gilan atje, ai mu më ka rezervu për stilin që e kom. Po unë s'kom qare edhe pse kom stilin tem, unë nuk kom qare po e përshtat të stilit tina.